Si sillej I dërguari I Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të me gratë e veta. I ndihmonte në punët e shtëpisë. Është pyetur Aisha, Allahu qoftë I kënaqur me të, se çfarë bënte I dërguari I Allahut në shtëpi. U përgjigj: ishte gjithnjë në shërbim të familjes, ndërsa kur vinte koha e namazit, dilte për të falur. E lavdëronte. I dërguari I Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, thoshte: vlera e Aishës ndaj grave tjera është si vlera e theridit ndaj të gjitha ushqimeve. Theridi është një ushqim I vjetër arab, përbëhet nga buka, mishi dhe çorba. Të gjitha këto vendosen në një enë e pastaj piqen. Shërbehet I nxehtë. E paraqiste dashurinë ndaj saj. I dërguari I Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, për Hatixhen, Allahu qoftë I kënaqur me të, tha: "Mosh dhuruar dashuria e saj." I shikonte të mirat e saj. I dërguari I Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, thoshte: besimtari nuk e urren besimtaren. Nëse urren tek ajo një cilësi, do të pëlqejë një cilësi tjetër. Nuk përdorte dhunë dhe nuk e godiste. Aisha, Allahu qoftë I kënaqur me të, thoshte: I dërguari I Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, asnjëherë kurrë nuk I ka ra asnjë gruas. E vendoste kafshatën e bukës te goja e saj. I dërguari I Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, thoshte: askush nga ju nuk shpenzon e që Allahu të mos e shpërblej atë për atë gjë, madje edhe për një kafshat buke që ju e vendosni në gojën e gruas tuaj.